Jam Arbënezha Zëvend, sekretari i Unionit Kombëtar i Emigracionit Shqiptar, të nderuar studiues shqiptar, akademik, intelektual dhe gjithë pjesëmarrësit e këtij kongresi të rëndësishëm kombëtar. Sot ndodhemi këtu së bashku nga një qëllim i vetëm, mbrojtja e identitetit tonë kombëtar, shprehur në dy shtyllat e tij të shenjta: gjuha dhe historia. Bashkimi bën fuqi një thirrje e lashtë, por më aktuale se kurrë, që na kujton se vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe solidaritetit mund të përballojmë sfidat e kohës. Gjuha shqipe, ky thesar i pashtershëm i kulturës sonë, po përballet me sfida të mëdha në epokën e globalizmit, pazime të tepërta, keqpërdorime dhe ndikimi i gjuhëve të huaja. Po përcëllojnë pastërtinë dhe autenticitetin e saj, është detyra jonë të gjejmë mënyrën efektive për të ruajtur dhe promovuar gjuhën shqipe, standarde duke e përshtatur atë me zhvillimet e kohës, pa humbur asnjë nga vlerat e saj të çmuara. Ne duhet të edukojmë brezat e rinj për rëndësinë e gjuhës ambatare dhe të përdorim të gjitha mjetet e mundshme, nga arsimi deri te media, për të garantuar përdorimin e saj të drejtë dhe të pastër. Historia jonë nga ana tjetër është një dëshmi e guximit, sakrificës dhe qëndresës së popullit shqiptar. Ajo përballet me deformime të qëllimshme nga ata që synojnë të na zhdukin nga faqja e verë. Është detyra jonë të mbrojmë të vërtetën historike, të kundërshtojmë falsifikimet dhe të hedhim dritë mbi periudhat e errëta të së kaluarës sonë. Në veçanti duhet të mbrojmë historinë e popullit vëllar të Dardanisë, Kosovë quhet, nga akuzat e padrejta dhe përballja e krerëve të UÇK-s, të cilët luftuan për lirinë dhe dinjitetin e kombit tonë. Në këtë kontekst është e domosdoshme të punojmë për heqjen e emërtimeve të huaja nga të gjitha territoret shqiptare, duke e zëvendësuar ato me emërtime shqipe që pasqyrojnë historinë dhe kulturën tonë, sheshe, rrugë, emra institucionesh dhe të vendeve që duhen të jenë një pasqyrim i identitetit tonë kombëtar. Ky kongres është një mundësi e shkëlqyer për të shkëmbyer ide, për të diskutuar dhe për të gjetur zgjidhjen të përbashkëta për sfidat me të cilat përballemi, le të punojmë së bashku me vendosmëri dhe përkushtim për mbrojtjen e gjuhës dhe historinë tonë, për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për kombin shqiptar. Ju falenderoj. Unioni Kombëtar i Emigracionit Shqiptar është i gatshëm të bashkëpunojë dhe japë kontributin e saj për çështjen kombëtare, pasi lekët tona janë të shpërndara në shumë shtete europiane, Australi e më tjerë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Ju pafshim takime të tjera.